Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar: mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijuai ashtuquajturi treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe lëndrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë. Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlan. Banor, mblidhuni të gjithë në sallon. Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e pan, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Lëndrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe lëndrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u pan mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. Kjo është e padrejtë, tha. Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët. Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime, shtoi ai. Lëndrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin, duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. Po të gjithë flasim për nominime, tha njëra nga vajzat. Po jo me marrëveshje të hapur, ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet. Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thirri sërish. Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ranë. Mos u kthe pa fitore, fjala që e mban njeriu në këmbë. Ka fjalë që peshojnë më shumë se çdo çmim. Fjalë që kur t'i thot dikush i yti, të bëhen si dorë mbi shpinë, si shtytje kur këmbët nuk mbajnë më. Një mesazh i tillë mbërriti në shtëpinë e Big Brotherit, një zë nga jashtë që i tha asaj, bëhu e fortë. Mos hajde në shtëpi pa e fituar lojën. Ajo po rrinte në obor, me filxhanin e kafes në dorë, e lodhur nga ditët e gjata, nga debatet, nga malli. Kur zëri i lexoi fjalët, syt ju mbushën me lodh. Ishte sikur dikush nga bota e saj e vërtet kishte hyrë për pak sekonda brenda atyre mureve. Je shumë e mirë. Vazhdo përpara. Jepi edhe ca kilometra të fundit, kanë mbetur pak. Këto fjali nuk ishin thjesht motivim për lojë. Ishin kujtesë se jashtë dikush po e priste, dikush besonte verbërisht tek ajo, edhe kur vet ajo dyshonte. Në atë moment asaj ju kthyen në mendje ditët e para kur kishte hyrë në shtëpi. Frika, pasiguria, ndjesia se ndoshta nuk do t'ja dilte. Sa herë kishte menduar të dorëzohej? Sa herë kishte thënë me vete, nuk jam për këtë vend. Por tani dikush po i thoshte qartë, mos u kthe pa fitore. Fjalët vazhdonin. Kur të vish të shtëpia, dua të vish me fitoren e Big Brother Kosova.
Ajo mbylli sytë dhe e pa veten duke kaluar derën e shtëpisë së saj reale, me kupën në dorë, me familjen që e përqafon, me krenarinë në sy. Ai imazh ju bë karburan. Banorët e tjerë e panë që ishte prekur. Disa ju afruan dhe e përqafuan. Ata e dinin se sa peshë kanë mesazhet nga jashtë, sidomos kur vinë nga njerëzit e zemrës. Ajo filloi të flasë me zë të ulët. Unë kam ardhur këtu për ta çuar deri në fund. Për veten, për familjen, për ata që më besojnë. Në atë shtëpi të mbyllur, ku emocionet përplasen çdo ditë, një fjalë e tillë bëhet si betim. Ajo e ndjeu se nuk ishte më vetëm lojtare, por përfaqësuese e një ëndre. Ditët që pasuan e gjetën më të fortë. Në debate nuk u tërhoq më lehtë. Në sfida nuk u dorëzua. Sa herë lodhej, i kujtoheshin fjalët, jepi edhe ca kil. O metra të fundit. Ajo filloi ta shohë rrugëtimin si maraton, jo si sprint. Çdo mëngjes zgjohej me mendimin se finalja po afrohej. Çdo natë flinte duke i folur vetes, do t'ja dal. Mesazhi nga jashtë u bë si busull. Kur dikush e provokonte, ajo buzëqeshte dhe mendonte për ditën kur do kthehej në shtëpi fitimtare. Kur malli e merrte përfund, i përsëriste vetes se sakrifica ka kuptim. Një mbrëmje, duke biseduar me Benitën, ajo tha: "E di pse nuk dorëzohem. Sepse nuk dua të shkoj në shtëpi me kokën poshtë. Dua të shkoj me trofeun në dorë." Këto fjalë u përhapën në shtëpi. Disa i panë si krenari, disa si guxim, por askush nuk e mohoi vendosmërinë e saj. Big Brother i të zhvesh, të lodh, të përballë me anët më të vështira të vetes. Por kur dikush të pret jashtë me besim absolut, njeriu gjen forca që as vetë nuk e dinte se i kishte. Ajo filloi të numëronte ditët jo me ankth, por me shpresë. Çdo nominim e shite si provë drejt finishit. Çdo lotë e kthente në energji. Në një nga ditët. Në Big Brother Kosova ekziston një rregull i pashkruar: mund të luash me strategji, me aleanca, me heshtje, por jo me mendje të hapura për nominime të koordinuara. Ajo mbrëmje tregoi se kufiri mes lojës dhe shkeljes është më i hollë se fija e flokut. Gjithçka nisi pas dite, kur në obor u krijua jashtëquajturi, treshi për sheshi Heliona, Klodi dhe lëndrimi. Ata po flisnin me zë të ulët, duke hedhur ide se kush duhej nxjerrë në nominim javën e ardhshme. Nuk ishte bisedë e rastësishme, ishte plan i pastër, me emra konkret, me arsyetime, me llogari votash. Kamerat e kapën çdo fjalë. Publiku jashtë e kuptoi menjëherë se po shkelej një nga rregullat më të forta të formatit. Brenda shtëpisë, megjithatë, askush nuk e mendonte se ndëshkimi do të vinte kaq shpejt. Mbrëmja po binte kur zëri i vëllait të madh jehoi në altoparlant. "Banor, mblidhuni të gjithë në sallon." Toni i ftohtë nuk paralajmëronte asgjë të mirë. Në tavolinën e mesit qëndronte zarfi i zi, simboli i frikës së çdo banori. Sa po e panë, fytyrat u zbehen. Disa ulën kokën, të tjerë filluan të hamendësonin. Eliona i hodhi një shikim të shpejt Klodit. Lëndrimi kafshoi buzën. Ata e ndjen të parët se stuhia po vinte drejt tyre. Zarfi u hap nga një prej banorëve. Zëri që lexonte dridhej. Vëllai i madh ka vërejtur biseda të koordinuara për nominime, gjë që është ndaluar. Për këtë arsye, banorët Eliona, Klodi dhe lëndrimi shkojnë automatikisht në nominim kokë më kokë. Një heshtje e rëndë mbuloi dhomën. U dëgjua vetëm frymëmarrja e shpejtuar e tre të përmendurve. Banorët e tjerë u panë mes vete, disa me habi, disa me një lloj lehtësimi të fshehtë. Eliona u ngrit e para. "Kjo është e padrejtë," tha. "Ne thjesht po bisedonim si gjithë të tjerët." Klodi u përpoq të ruante qetësinë, por fytyra e tradhtonte. "Nuk kemi bërë plan, kemi dhënë mendime," shtoi ai. Lëndrimi, zakonisht më i zëshmi, mbeti i heshtur. E dinte se fjalët e tyre ishin më shumë se mendime. Ishin llogari të pastra loje. Reagimet nis. Në menjëherë. Disa banorë përkrahën vendimin, duke thënë se rregulli është rregull. Të tjerë e panë si mas të ashpër. Diskutimet u ndezën. "Po të gjithë flasim për nominime," tha njëra nga vajzat. "Po jo me marrëveshje të hapur," ja ktheu një tjetër. Treshi u izolua emocionalisht brenda pak minutash. Aleancat e djeshme u bën të paqarta. Secili filloi të mendonte për lëkurën e vet.
Eliona u mbyll në dhomën e gjumit dhe qau në heshtje. Ajo e kishte frikë daljen, e kishte frikë mënyrën si do ta gjykonte publiku. Klodi ul në obor, me duar në kokë, duke përsëritur se kishte bërë gabim që ishte futur në atë bisedë. Lëndrimi shëtiste pa drejtim, herë nervoz, herë i dorëzuar. Shtëpia ndryshoi klim brenda një ore. Misit u vunë në provë. Disa filluan të distancoheshin nga treshja, nga frika se mos ndëshkimi prekte edhe ata. Loja mori një kthes të ftohtë. Më vonë, vëllai i madh thirri sërish. Ky nominim është për të kujtuar se loja luhet individualisht, jo me pazare. Fjalët ranë. Mëngjeset në Big Brother zakonisht zgjohen me shumë filxhanësh, me biseda të përgjumura dhe me shaka të lehta. Por ai mëngjes nuk i ngjante asnjë tjetri. Në dhomën e gjumit drita hyri e zbeth, ndërsa Dolce u ngrit me një ndjesi të çuditshme në trup. Barku i dhemte, koka i sillej dhe një val e papritur të përzierash e detyroi të vraponte drejt banjos. Askush nuk e vuri re në fillim. Vetëm Hygerta, që po rregullonte flokët para pasqyrës, dëgjoi zhurmën e derës dhe e pa Dolcen të zbeth si letër. Pas pak erdhi edhe Limi, ende me sytë gjysmë të mbyllur nga gjumi. "Çfarë ke?" e pyeti ai me një zë ku përzihej përkujdesja dhe frika. Dolce lau fytyrën me ujë të ftohtë, mori frym thellë dhe i pa të dy në sy. Heshti disa sekonda, sikur po kërkonte guximin për ta thënë me zë mendimin që po e torturonte. "Më duket se kam ngelur 7 zën." Fjala ra sigur në dysheme. Hygerta hapi sytë e habitur, ndërsa Limi u mbështet pas murit, sikur dikush t'i kishte hequr forcën nga këmbët. "Çfarë po thua, Dolce?" belbëzoi ai. Ajo ngriti supet. "Nuk e di, kam ditë që nuk jam mirë. Të vjella, dhimbje barku dhe kam një ndjesi që se kam pasur kurrë." Në atë banjo të vogël u krijua një botë më vete. Jashtë vazhdonte rutina e shtëpisë, por brenda 3 njerëz po përballeshin me një lajm që mund t'ua ndryshonte jetën. Limi u ul në cep të vaskës. Fytyra i humbi ngjyrën. Në kokë i kaluan 1000 mendime njëherësh, kamerat, familja jashtë, Alba, publiku, përgjegjësia e madhe e një fëmije. "Mos ta marr vesh Alba," tha instinktivisht. "Do bëhet dramë e madhe." Hygerta e pa me qortim. "Kjo nuk është çështje drame, por jete," ia ktheu ajo. Dolce nuk po mendonte për asnjë lojë. Ajo po prekte barkun me dorë, e trembur dhe e hutuar. Në mendje i vinin imazhe të nënës së saj, të jetës jashtë, të ëndrave që nuk e kishin përfshirë kurrë këtë skenar. "Unë s'jam gati," pëshpëriti. "Po nëse është e vërtetë?" Limi u ngrit dhe u përpoq të duke i fortë. I kapi duart. "Do e përballojmë bashkë," tha, edhe pse as vetë nuk e besonte plotësisht fjalën që sapo kishte thënë. Zhurma e shtëpisë po afrohej. Banorët po zgjoheshin, dikush thërriste për kafe, dikush qeshte me zë të lartë. Brenda banjos, megjithatë, koha kishte ndaluar. Dolce filloi të qante në heshtje. "Kam frikë, Lim. Frikë nga çdo gjë." Ai e përqafoi, ndërsa Hygerta qëndronte si dëshmitare e një sekreti të rëndë. Ajo u bëura e para e arsyes, u foli për test, për mjek, për qetësi, për faktin se asgjë nuk vendoset me panik. Por fjala 7 zën tashmë kishte dalë dhe nuk kthehej më pas. Kur dolën nga banjo, shtëpia ju duk tjetër. Çdo shikim i banorëve ju duki dyshim, çdo kamerë më e afërt se zakonisht. Alba po pinte kafe në obor dhe qeshte me dikë. Limi e pa dhe zemra ju shtrëngua. "Si t'ja them asaj," mendoi. Dolce u ul në divan, e heshtur. Brenda saj po zhvillohej një betejë e madhe, mes frikës dhe një ndjenje të çuditshme butësie për atë mundësi jete. Ajo nuk donte skandal, as dramë televizive. Donte vetë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova emocionet shpesh marrin formë të çrregull. Xhelozia vishet si pasion, kontrolli quhet përkujdesje dhe fjalët e ashpra justifikohen me arsyen më të vjetër në botë, "E bëj se të dua." Por ka një kufi që nuk mund të ngatërohet me lojën. Ai kufi quhet dhunë. Ngjarja mes Limit dhe Dolces e kaloi pikërisht këtë kufi. Një zgjim i ashpër, fyerje, përpjekje për ta justifikuar agresionin me shprehje të vjetra popullore, me idenë se kush të shane të lëndon, të do më shumë. Kjo fjali, e përsëritur për dekada në shoqërinë tonë, u dëgjua sërish dhe tingëlloi po aq e rrezikshme sa gjithmonë.
Dolce nuk ishte personazh i një drame, ishte një grua e trembur që u përball me një sjellje poshtëruese në vendin ku duhej të ndiej e sigurt. Trupi i saj u bë terren ku dikush tjetër shkarkoi pasiguri. Sytë e saj të hutuar treguan më shumë se çdo fjalë, dhuna nuk ka asnjë lidhje me dashurinë. Banorët reaguan të tronditur. Disa u përpoqën ta qetësonin situatën, të tjerë e kundërshtuan hapur limin. Për herë të parë loja u ndal dhe në qendër doli një debat shumë më i madh se nominimet. A kemi ende guxim të quajmë dashuri atë që është poshtërim? Limi u përpoq të mbrojë me fraza që shoqëria i ka ushqyer për vite, se ishte xhelozi, se ishte nerv, se burri e mbron gruan me forcë. Por fjalët e tij nuk gjetën jehon. Dhuna nuk mbrohet dot me folklor. Produksioni ndërhyri jo për të krijuar spektakël, por për të vendosur kufi. Psikologu i shtëpisë foli hapur me banorët për ciklin e abuzimit, fillon me fyrje, vazhdon me kontroll, përshkallëzohet në prekje të dhunshme dhe më pas kërkon falje në emër të dashurisë. Pikërisht ky cikël mban të bllokuara mira gra jashtë atyre mureve. Dolce gjeti zërin e saj disa orë më vonë. Ajo tha qartë: dashuria nuk më zgjon me frikë. Nuk dua askënd që më ul. Fjalët e saj u bën manifest për shumë gra që po e ndiqnin nga jashtë. Në rrjetet sociale shpërthyen mesazhe mbështetjeje, kujtime personale, histori të hes. Ftura dhune që për herë të parë gjetën guxim të flasin. Kjo ngjarje tregoi se Big Brother nuk është vetëm pasqyrë loje, por edhe pasqyrë shoqërie. Aty u përplasën dy botë, njëra që ende beson se dashuria arsyeton gjithçka, dhe tjetra që thot me zë të lartë se dashuria pa respekt nuk është dashuri. Limi u detyrua të përballet me përgjegjësinë e veprimeve të tij. Të kërkosh falje nuk mjafton kur dike ke trembur. Duhet të pranosh gabimin, të kërkosh ndihmë profesionale dhe të mësosh forma të shëndetshme komunikimi. Kjo është rruga e vetme. Dolce, nga ana tjetër, u kthye në simbol qëndrueshmërie. Ajo refuzoi normalizimin e dhunës dhe tregoi se dinjiteti nuk negociohet. Në atë shtëpi, përtej kamerave, u dha një mësim që vlen për çdo derë jashtë saj. Askush nuk të ha mishin e ta ruan kockën. Kush të lëndon, nuk të mbron, të dëmton. Nata e asaj ngjarjeje mbylli një kapitull iluzionesh dhe hapi një diskutim të domosdoshëm për shoqërinë tonë. Dashuria nuk ka shuplaka, nuk ka fyrje, në